A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin për edukatorin e njerëzimit, mëshirën për mbar botrat. Selamet qofshin për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të Xumas. Unë, udhëheqësi i emisionit Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Mysafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Hafiz Emin Efendi Sadiku, imam në xhamin Feta Efendi të Lagjës Butel. Hoxhë i nderuar, mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës Këshilla e Xumas. Mirë se ju gjetëm. Allahu ju shpërbleft për ftesën. Jemi nderuar të jem në mesin e juaj, të jem pjesë e këtyre emisioneve fetare. Kujdes Allahun xhelel xhelalu që t'ju jap sukses dhe të jetë i kënaqur me gjitha veprat tona. Amin, inshallah, ju falenderit edhe nga ana jo. Tema e sotme që do të elaborojmë së bashku me hoxhën e nderuar është armiqt e besimtarit dhe mjetet për të mbrojtur nga armiqt. Hoxhë i nderuar, pasi që Islami dhe besimtarët kanë shumë armiq, mund të cekni se kush janë këta armiq kryesor të besimtarit apo dhe të Islamit? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, thumma ma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, gjitha adhurimet i takojnë vetëm Allahut azza wa jall. Allahun e falenderojmë, falje, shpëtim dhe ndihmë vetëm prej tij kërkojmë. Atë cilin e uzon Allahu xhelel xhelaluhu nuk ka kush që humb, dhe atë cilin e lë në rrugën e humbjes nuk ka kush që uzon atë përveç tij xhelel xhelalu. Allahun e madhruar e falenderojmë për gjitha mirësitë të cilat na i ka dhënë që janë pa numërta. Në veçantë e falenderojmë Allahun xhelel xhelalu që na ka zgjedhë dhe na ka bërë musliman, që është begatia më e madhe. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit qofshin për të dërguarin e tij të fundit, vullin e pejgamberëve të mëparshëm, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastët, mbi shokët e tij besnik që sakrifikun jetën e tyre për të mbrojtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi gjithë ata të cilët mundohen në vazhdimsi që ta pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kuelus Allahun e madh që Allah të na bëjë dhe neve nga ata të cilët do ta pasojnë sunetin e pejgamberit alaihi wasallam deri në çastat e fundit të kësaj bote. Allahumma amin. Vërtet është një pyetje që duhet të menduar thellë, për arsye se vërtet si shtatë ne si besimtar në këtë botë kemi shumë armiq, por kur thuhet fjala armik nuk nënkupton vetëm se armiku i cili lufton fizikisht dhe ne duhet të mbrojmë, gjithsesi edhe kjo është një vërtet, por se ne do të flasim sot për armiq që janë brenda nesh dhe rreth nesh, që ne jemi si besimtar. Padyshim se nëse i referohemi Kur'anit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na e shohimi armikun e vërtet të cilin Allahu xhelel xhelaluhu e ka përshkruar në Kur'an. Allahu azza wa jall padyshim që armik të përbetuar në Kur'an për besimtarin e ka quajtur, apo për njeriu në përgjithësi e ka quajtur shejtani. Pra armiku i vërtet i besimtarit është shejtani i mallkuar. Për arsye se që nga momenti kur Allahu xhelel xhelaluhu e ka krijuar njeriu e parë, prit Ademi alayhis salam, Allahu azza wa jall siç dihet që i urdhënoi me lajkat edhe iblisin që me i ranë në sejdë Ademit në aspekt të respekti, ishte iblisi ai i cili refuzoi që të zbaton këtë urdhë të Allahut azza wa jall. Thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba an yakuna ma'a sajidin. Pra ai mohoi që të jetë prej atyre që do t'i bëjnë sejdë Ademit alayhis salam në shenjë respekti. Dhe Allahu azza wa jall e pyet shejtanin e mallkuar. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. O iblis, pse ti vendose që të mos zbatosh këtë urdhë timin?
Atëherë iblisi tregon arsyen, thot, sepse mund të krijove nga zjarmi, ndërsa atë krijoven nga lloçi, nga balta. Dhe pastaj përveç kësaj shejtani i mallkuar jo që vendosi që të pendohet, por se kërkoi një kërkesë nga Allahu Azza wa Jall, sepse di çdo gjë që ndodh me lejen e Allahut Azza wa Jall. Edhe këto vezvesat, këto syqet e shejtanit, kjo armiqësi që është mes njerëzit dhe shejtanit është me lejen e Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu Azza wa Jall jep këtë drejt shejtanit të mallkuar, dhe shejtani thot qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Dhe tha o Zot, para që më largove nga mëshira jote, unë do të mundohem që ti devijoj robërit e tu nga rruga e drejtë. Dhe tha thumma la atiyana min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim. Tha do të shkoj nga para, nga prapa, nga djatha, nga majta, nga poshtë, nga sipër. I tha Zotit se do të shohësh se nga robët e tu do të ketë pak ata të cilët do të besojnë dhe do të falenderojnë. Mirë, po na si besimtar do të kemi një gjë parasysh se krahas këtyre vezveseve, cyqeve të shejtanit, Allahu xhelel xhelaluhu na ka treguar se nuk ka mundësi shejtani me luftu besimtarin e vërtet, ai cili është plotësisht i bindur në Allahun xhelel xhelal. Çka thot? Innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Pra shejtani nuk ka mundësi, nuk ka pushtet mbi atë besimtar që i ka iman të fortë dhe ka mbështetje të fortë në Allahun te bareke wa taala. Do ta kemi parasysh se pra na po themi që Allahu xhelel xhelaluhu e ka quajtur armik të përbetuar të njeriu të shejtan. Inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Ka thënë Allah Azza wa Jall, shejtanin keni parasysh, shejtanin e keni armik, andaj ata mirën për armik, jo për mik. Sepse pastaj ditë përfundimi, gjithë ata të cilët lemen tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajmain. Gjithë ata të cilët e pasojnë shejtanin e mallkuar, vendi i tyre disa është në xhenem. Pra kjo është armiku i parë i besimtarit. E dyta që mund të them është armik është jeta e kësaj dunjos. Se na shpesh mashtrohemi pas kësaj bote dhe aq shumë jepemi pas kësaj bote, saqë kjo botë, dashuria për këtë botë bën që të harrojmë ahiretin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith, fa wallahi ma akhsha ma al-faqr akhsha alaykum walakin akhsha an tubsat alaykum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tha pasha Allahun, tha nuk kam frikë tha varfrin tek ju, po tha kam frikë diçka tjetër. Kam frikë tha se Allahu do t'ju jap dunjë, do t'ju jap shumë të mira, edhe tha keni me harru ahiretin. Do t'jepni pas dunjos çish u dhan popujt para jush që ishin para jush. Dhe çish garuan ato tha edhe ju keni me garu, dhe çish u shkatruan ata edhe ju keni me shkatruar. Pra pejgamberi alayhis salatu wasallam e dinte se dashuria e madhe për dunjon e bën që njeriu të shpresoj shumë këtë botë dhe kjo shpresë e madhe bën që të harrosh ahiretin. Andaj thoshte Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, thoshte kam frikë dy gjëra për ju. Thekë ka thonë kështu Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, kam frikë se do të jepni shumë as dunjos, do të keni shumë shpresë për dunjon dhe kjo thot bën që njeriu të harron ahiretin dhe thot kam frikë që do të jepni pas epshave. E kur njeriu thot jepet pas epshit, kjo e bën pastaj që të harron të vërtetën dhe të devijon nga e vërteta. Pra nëse i shohim gjithashtu edhe ajete tjera kuranore, si Allahu xhelel xhelalu e përshkruan këtë botë. Ka shumë ajete, wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil, o ju njerëz, pse ju mashtron kjo dunjë? A nuk e dini se kjo botë, karshi ahiret është diçka shumë e pak. Bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Si po mashtroni pas kësaj botës, ahireti është pafundsi. Ma indakum yanfad wa ma inda Allah baq. Çka është ajo është e përkohshme. Ahireti është i përjetshëm, çka është Allah është e përjetshme. Dhe kjo këto ajete kuranore na bojnë me dije se pse Allah azza wa jall e ka treguar në Kur'an vlerën e ahiretit, që mos më dhon shumë mas dunjës. Ne nuk themi se s'duhet me shfrytzu këtë botë. Gjithsesi do të me jetu sepse ne kemi marrë këtë botë vetëm se. Mirë po, besimtari i vërtet, si qel, duhet ta shfrytëzoj këtë botë si mjet për ta fituar ahiretin, për ta fituar xhenetin e Allahut te bareke ve teala. Pa mos me përmend shumë ajete për arsye mos të stërgjatemi. Allahu azza jall thot në një ajet Kur'an në hadith i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Thot dijeni o ju njerëz, o ju robët e mi, se kjo dunjë është një përjetim mashtrues, është një lozje, është një argëtim, është vend ku garojnë njerëzit me fëmijë, me pasuri. Dhe krejt këtë Allahu azza wa jall e përshkruan sikur ai bujku i cili e ka mell atë arën e vet dhe e pret bereqetin. Mirë, po për një çast Allahu azza wa jall e thanat, e çon një frim dhe shkapërder, e bën plun dhe hi. Dhe Allahu azza wa jall thot: "Wa mal hayatu dunya illa mata al-ghurur." Dhe dijeni se kjo botë është një përjetim mashtrues, një përjetim i shkurt. Kjo realisht, domethënë këtë aspekt nëse i shohim këto ajete kuranore, e shohim se vërtet njeriu nëse i pet pas dunjos bën që dunjoja të
e mashtron dhe bën që dunjoja pastaj të harron ai të harroj ahiretin dhe të humb ahiretin. Allahu na ruaj. Armiku i tretë që mund të themi është sidomos në kohën që jemi duke jetuar, shoqëria e keqe. Wallahi sa prej djemve të ri i njohmi që kanë qenë të udhëzuar, mirë po për shkak që kanë qëndruar në ambiente që nuk është përmend Allahu Azza wa Jall, nuk është përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe i ke pasë kanë deviju. Ka qenë djalë i mirë, ose edhe ana sjelltas. Domethënë sa e rëndësishme është shoqëria. Ka qenë njëri që ka për një familje jo të mirë, jo fetar, jo praktikante, dhe ka bërë që shoqëria atë ta udhëzon në rrugën e drejtë. Për çfarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë المرء في دين خليلي, njeriu është në fenë e shokut e vet. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Le shikon, le të kujdes dikush se kanë shoqëron. Wallahi te ne kanë përdorur një fjalë nga thon, kallzo me ka rrit, tregoj kush je. Domethënë vërtet me kën rri edhe ti ashtu do të jesh. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith e përshkruajti domethënë ambientin aty ku qëndron ti në mënyrën më të mirë. Tha shembulli i shokut të mirë dhe shokut të keq është si shembulli i atij që shet parfeme dhe i atij që është farkatar. Tha shembulli i shokut të mirë është si ai që shet parfeme. Nëse tha ti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk blen prej ti parfem, spaku rrobat e tua do të marrin një aromë të këndshme prej ti. Dhe tha shembulli i shokut të keq është si i farkatarit, nëse kalon pranë ti ose do të digjen rrobat ose spaku do të marrësh një aromë jo të këndshme. Jo të këndshme për ti. Pra këto janë, nëse mund të themi, janë tre armiqt që ulemat kanë cek shumë, po unë vetëm këto tre i kam zgjedhur, të njeriu që për çdo ditë, për çdo mëngjes na dalin në prit dhe qëllimi i tyre është që neve të na mashtrojnë dhe të na largojnë nga rruga e Allahut te bareke wa taala. Kështu që lut Allahun azza që të na ruaj ya rabbel alamin. Amin inshallah. Allahu ju shpërblet të gjendëror. Hafiz, cilët janë mjetet ndihmëse që e forcojnë besimtarin përballë këtyre armiqve? Padyshim në përveç që Allahu Azza wa Jall ne ka treguar armiqt që në ajetet kuranore që janë cekur, por edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjithsesi Allahu Jalla Jalaluhu na ka quajtur edhe mjetet mbrojtëse se si ne të mbrohemi prej këtyre. Padyshim mbrojtja më e madhe për besimtarin është që besimtari të jetë i lidhur me fjalën e Allahut Azza wa Jall, ta lexon Kur'an. Nëse njeriu është i lidhur me Kur'anin, e lexon Kur'anin, e kupton Kur'anin, padyshim se Kur'ani do t'ia ndihmon zemrën, shpirtin dhe mendjen, siç thoshte edhe Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu. Kur'ani është litar i Allahut Azza wa Jall nga qielli në tokë, ai i cili kapet do të shpëton. Dhe ne kështu themi vallahi, ai i cili kapet për Kur'anin mos ketë frikë se do të devijon, përderisa ai është i lidhur me librin e Allahut te bareke ve teala. Jo rastisht edhe Allahu Azza wa Jall zbritjen pejgamberit alayhis salam ja bënin gradualisht, me të vetmin qëllim që me e përforcu. Çka thanë mushrikin e Mekës? Laula nuzila alayhi jumlatun wahida. Pse nuk i zbriti për më njëherë ashtu? Çka tha Allahu Azza wa Jall pasaj përgjigje? Kedhalika li yuthabbita bi fuadak. E kena zbritin këtë mirë varet në tërtila, e kemi zbritin gradualisht, dal nga dal, me vetëm qëllim që më ia përforcu zemrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Kur'ani e forcon shpirtin e besimtarit. Kur'ani e forcon zemrën e besimtarit dhe e man të qëndrueshëm. Po ashtu e dita është ngjarjet të cilat i ka cek Allahu xhalla xhelalu në Kur'an janë ngjarjet të cilat e përforcojnë zemrën e besimtarit. Na nuk do vetëm me lexu Kur'anin, padyshim se ka shpërblim siç ka treguar pejgamberi alsam, mirë po çka është esenca e Kur'anit? Mund ta tregoni ndonjë ngjarje që ka ndodhur? Po patjetër inshallah. Ngjarjet të cilat i ka cek Allahu xhalla xhelalu në Kur'an janë pikërisht ngjarje që e forcuan zemrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po edhe i forcojnë edhe zemrat tona. Sepse Allahu azza wa jalla i drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe neve. Këdha wa kullan naqsu alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbitu bi fuadak wa ja'aka fi hadha al-haqq wa maw'izatan wa dhikra lil-mu'minin. Thot kret këto ndodhit pejgamberëve që ti kemi treguar ja Muhammed, për çka? Ti kemi treguar me ta përforcuzim, sepse edhe pejgamberi sa më edhe pse ka qenë i dërguar i Allahut, ka pas momente të caktuara që na dim se e kanë sulmuar mushrikin e Mekës me lloj fjale dhe pejgamberi është mërzit, është pikëlluar dhe Allahu xhalla xhelalu ja tregon ngjarjet e pejgamberëve të mëparshëm se si edhe ata i kanë luftuar. Ne kemi ngjarjen e Nuhut alayhis salam, kemi ngjarjen e Ibrahimit alayhis salam. Ibrahim alayhis salam ka qenë një pejgamber që në fëmijë ka pas problem me baban e vet. E ka luftuar vazhdimisht. Pastaj pat problem me mbretërit asaj kohe, me Nemrudin, saqë erdhi në përfundim për ta hedhur në zjarr dhe e morën dhe hodhën në zjarr.
siç ka thënë edhe Abdullah ibn Abbasi që para se ta hedhin në zjarr, Ibrahim alayhis salam nuk ndryshoi, po tha hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu xhalla xhelal. Dhe për këtë shkak Allah xhalla tha zjarmit ja naru kuni bardan wa salaman al ban. O zjarr bëru i ftohtë dhe shpëtim paqë për Ibrahim alayhis salam. Dhe shpëtoi Ibrahim alayhis salam, nuk ndryshoi, ishte i qëndrueshëm, ishte i kapt për Allahun te bareke ve taala. E kemi edhe ngjarjen, është një ngjarje shumë interesante te magjistarëve të Firaunit. Ata deri në çast ishin në komandën e Firaunit. Dhe kur e shohin të vërtetën me të cilën erdhi Musa alayhis salam dhe u tregoi, ata e panë se kjo është e vërteta dhe u dorëzuan, edhe pse ishte në prani Firauni i cili i torturonte, ata e pranuan të vërtetën. Allah azza wa jalla e cek në këtë tregim në surën Taha, ku ata e panë të vërtetën dhe u bindën dhe e pranuan në sytë e Firaunit të vërtetën. Dhe Firauni tha qala amantum law qabla an adhana lakum, ai besuat atij Musait para se të jap leje. Ata e besuan dhe nuk u friksuan. Edhe pse e dinin rrezikun, edhe pse e dinin, domethënë Firauni sa i vështirë ishte me ta, megjithatë ata e pranuan të vërtetën dhe u bindën. Edhe pse Firauni ju tha që do t'ju gozhdoj, do t'ju pres këmbët, krahët dhe do t'ju avarin në trungun e hurmave, megjithatë këta thanë faqdi ma anta qat inma taqdi hadhihi al-dunya, gjiko si të duash, mirë po gjikimi jon është Allahu te bareke ve taala. Dhe shumë ngjarje tjera ashabul khudud dhe shumë ngjarje tjera të cilat Allah zot i cek në Kur'an, edhe pse unë them për fat keq në kohën tonë ndoshta këto ngjarje historitë e pejgamberit në Kur'an vetëm i lexojnë për me relaksu, po nuk janë për me relaksu vetëm, nuk janë vetëm për me di çka ka ndodhur kaluam, kanë një mesazh. Çdo histori, çdo ngjarje në Kur'an që cekat e ka një mesazh që ne duhet ta marrim dhe të jetojmë me ato shembuj që të cilat i ka cekur Allahu te bareke ve taala në Kur'an. Dhe e treta, gjithsesi është shumë e rëndësishme, duaja. Duaja padyshim është arma më e fuqishme e besimtarit, është koka e gjithë adhurimeve, sepse ne shpesh herë po themi pse Allahu nuk na ndihmon, pse po ndodhin këto probleme, mirë po kemi harruar armën kryesore që ne kemi në veten tonë, që është duaja. Pejgamberi sa më tha, nëse njeriu nuk lutet Allahut azza xal, hidhrohet me ta. Ne duhet të lutemi Allahut azza xal. Askush nga ne nuk duhet ta siguroj veten e tij nga devijimi. Wallahi është për të ardhur keq siç shohim në kohën tonë, domethënë devijime të ndryshme. Pse? Sepse kanë harruar që të luten Allahut azza xal. Ti ngritin dorë. Pejgamberi i Allahut, njeriu që Allahu azza xal ja kishte garantuar xhenetin, njeriu më i mirë, vula pejgamberve, megjithatë thoshte Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, o rrotulluesi zemrave, përforco zemrën time në fen tonë. U lutë pejgamberi sa pse mos themi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma, o Zot mos ne devijo zemrën tonë pasi që ne ke zot. Wallahi tham që rastat që i dëgjojmë në kohën e sotit janë të trishtueshme dhe na bojnë që na për çdo ditë kur dëgjojmë në mëngjes, po edhe në mbrëmje para xhumit, ti themi o Zot na ruaj udhëzimin, o Zot na ruaj udhëzimin nga ajo që po shoh. Andaj duaja është arma më e fuqishme që e ruan besimtarin nga gjithë armët, qofshin ato brendshëm, qofshin ato dhe nga të jashtëm, patyshim se Allahu azza xal do të na ruan. Dhe mendoj që kjo është një mjet ndihmëse që e ruan besimtarin nga sprovat e kësaj botës, po në përgjithësi nga armiqt që mund ta luftojnë njeriu në këtë botë. Allah shpërblet. O gjendëruar, pasi që jemi në minutët e fundit të emisionit, një mesazh për gjithë ata të rinjt besimtarë që dëshirojnë të jenë stabil në fenë Allahu xhaleshanu xhalal. Cili është mesazhi juaj? Padyshim mesazhi im i fundit është ju drejtojmë gjithë atyre që na ndëgjojnë, në veçantë të rinjve, për arsye se ata më shumë kanë qenë për rrjetin e për video, që fillimisht ta kenë frikë Allahun te bareke ve taala, të kapën pas Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ai cili kapet për Kur'anin, e lexon Kur'anin dhe mediton Kur'anin dhe kapet për sunetit e pejgamberit sa i sigurohet jeta kësaj bote edhe ahireti. Por arsye se kështu na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha taraktu fikum shay'ain aw amrayn lan tadillu ba'dahuma. Wa kam lo dy gjëra, nëse kapni fort për ta, asnjëherë nuk keni për të humbur. Tha është Kur'ani, fjala e Allahut azza wa jall, dhe është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vërtet na jemi duke jetuar ndoshta historia e njerëzimit asnjëherë nuk ka treguar rreziqet që i ndodhen njeriut, aq më shumë domethënë kohë që jemi duke jetuar, siç ka thënë edhe një dietar, janë mbledh në kohën tonë gjitha problemet e popujve, problemet ose mëkatet e popullit të Nuhut, të Lutit, të Salihut dhe popujve që kanë jetuar para nesh, thotë i kena këtë prezant kohën e sotit.
aq më shumë domethënë këto telefona që kemi sot janë bën një sprovë e madhe në mesin e të rinjve. Nëse themi kështu, nëse armiku i përbetuar siç tham shejtani i mallkuar në të kaluarën, nëse na lejohet me thonë, e ka pasur më të vështirë që t'ju bën çyqje njerëzve dhe ti devion nga rruga e Allahut azza wa jalla, sot e ka shumë më lehtë. Sot në dhomën tonë me një ekran shumë të vogël mundesh me thonë të hish në faqet të ndytura që Allahu azza wa jalla është i hidhruar, edhe pse janë të dobishme, mirë, po domi na peshumi se është shumë më i madh. Kështu që le të keni kujdes, ta keni frikë Allahun azza wa jalla dhe të kapen për Kur'anin dhe të kapen për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse ata dëshojnë që shpëtojnë. Mos thot askush se unë valla jam musliman, e kam besu Zotin edhe ta garanton vetën se s'ka garantim deri në çastet e fundit. Për arsye se tha pejgamberi alayhis salam në një hadith kur zbriti ajit kuranor innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, ata të cilët thonë Allahu është Zoti in dhe qëndruan stoik të pathyeshëm, tha pejgamberi alayhis salam, kur zbriti ajit kuranor, tha pejgamberi alayhis salam, shumë njerëz thanë Allahu është Zoti in dhe pastaj në istiqamet nuk qëndruan. Do të thonë nuk është edhe lehtë me qëndru stoik i pathyeshëm. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjen një ditë një sahabi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Sufjan ibn Abdullah Thaqafi, dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mendoj që kjo është këshilla më e mirë dhe ta përfundoj. I thot ja Rasulullah, qul li qawlan fil Islam la as'alu anhu ahadan ba'dak. O dërgori i Allahut, ma thuaj një fjalë që s'kam më nevojë me vetë kërkan. Atëherë i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi thumma istaqim. Thuaj e besoj Allahun azza dhe qëndro fort pas kësaj fjale. Mos mashtrohemi vetëm se jemi musliman, por kjo shprehje që ne themi Allahu Zotin që kërkon pastaj qëndrim në ta. Ky istiqameti duhet apo ky qëndrimi duhet të vazhdoj deri në çastet e fundit të jetës tonë, sepse përgëzimet që Allah xhelalu bani këtyre besimtarëve janë për ata që kanë qëndruar fort. Andaj thot innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pikërisht këta që thanë këtë fjalë dhe qëndruan fort pas kësaj fjale nuk u lëkundën. Allahu azza wa jalla thot në momentet që ndan nga kjo botë, Allahu azza wa jalla i përgëzon me xhenet. Xheneti që u ka premtuar, dhe nuk do të kenë as frikë dhe nuk do të kenë domethënë frikë, nuk do të friksohen dhe do t'i marrin shpërblimet që Allahu azza wa jalla u ka përgatitur, që është xheneti. Elus Allahu azza wa jalla që gjithëve të na jep atë premtim që ka bërë për neve, siç është xheneti el-Firdaus ya Rabbil Alamin. Për fund elus Allah subhanahu wa taala që Allah xhalla xhelalu të na ruaj uzimin, begatia më e madhe që është për neve. Elus Allah subhanahu wa taala që rinin ton ta uzon, pleqëve ton të jap shëndet, vdekjet ton të mëshiron, na që jemi gjallë, Allahu azza wa jalla të na ruaj imanin dhe kur të ndahemi nga kjo botë, ndahemi me fjalën më të mirë, fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam. Hafiz, Allahu ju shpëleft për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe ndëgjuesit e Radio Vallit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinisë dhe ndëgjues të Radio Vallit, këtu është fundi i këtij emisioni ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Hafiz Emin Efendi Sadiku. Deri në emisionin e radhës, milmeçit dhe Allahu u apranoft gjitha lutjet dhe ibadetet tona, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.